Mbylljen e suksesshme të edicionit jubilar të Prishtina International Theatre Festival, i cili në natën e fundit mbajti edhe ceremoninë solemne të ndarjes së çmimeve. Kush u shpërblye dhe për çka, dhe gjitha detajet e tjera kuptojmë përmes Alfredës që ka përgatitur historinë në vazhdim. Të shtunën me 23 maj u përmbyll me sukses edicioni 10 i Prishtina International Theatre Festival. Nota finale mblodhi artist, mysafir të shumë dhe dashamirës të teatrit në teatrin Faruk Begolli në kolegjin AAB. Mbrëmja nisi me shfaqjen mysafire Profesor Jam Talent për të vazhduar me praninë e anëtarëve të jurisë, trupave teatrore dhe pjesëmarrësve, gjatë gjithë javës solo në skenë produksione të ndryshme artistike. Edicioni jubilar përmbylli me sukses një tjetër rrugtim artistik, duke e shndruar Prishtinën në një pikë takim të rëndësishëm të artit skenik në rajon. Për 6 ditë me radhë, publiku pati mundësinë të ndjek shfaqje teatrore nga Kosova, rajoni dhe vende të ndryshme të Evropës. Ndërsa interesimi i madh dhe sallat e mbushura dëshmuan suksesin e këtij organizimi kulturor. Sfidë, s'kisha me thonë sfidë, se prap ka qenë kënaqësi puna ekipore dhe organizimi i këtij viti jubilar për edicionin e 10 të Pitfit. Ndoshta ndryshimi vetëm ka qenë që prej tanës deri të premten thuajse komplet javën. Kemi qenë në teatrin kombëtar me shfaqje, edhe atje edhe me afterparty, edhe me neja, edhe me gjithçka tjetër, po prap gjithçka ka shku mirë. Faktikisht, ky tentimi për me bën ndrimin e lokacionit ka qenë vetëm një lloj testi edhe për arsye që është viti i 10 që po mbahet Pitfi, edhe pse jo ta mbajmë edhe në qendër të Prishtinës, edhe faktikisht vetë emrin e mbarë të kryeqytetit Kosovës Prishtinës, edhe pse jo me tentu me mbajt atje, përkundër problematikave, sepse ne, siç e dim, kolegjin AAB në teatrin Faruk Begolli dhe teatrin Kamertal, kushtet edhe mënyra e gjithë organizimit është mënyrën më të lehtë edhe më të mirë të mundshme. E kemi tentu me provu edhe atje, pse jo, jemi në qendër Prishtinës. Megjithatë, normalisht shtëpia e ka lezetin e vetë dhe kur i kthehemi këtu për natën e fundit për ndarjen e çmimeve e cila po mbahet sot, jemi kështu në kulminacionin e gjithë asaj punës fantastike që e kemi bërë me gjithë ekipin, kështu që sonte veç kemi me shiju gjithë natën. Jeni shumë pak minuta para hapjes, kështu që në fund po besoj që jeni më shumë sa krenare për këtë organizimin që ka qenë edhe si ka shku. Në fund një fjalë ndoshta diçka që e kishit përmbledh gjithë këtë edicion. Gëzuar na qoftë krejtëve ky edicioni 10, faleminderit krejt ekipeve pjesëmarrëse në këtë edicion, edhe atyre që kanë qenë në 9 vitet e kalume, edhe po kënaqemi sonte në AAB. I bashkangjitë më dhonë urimit të kolegës. Ka qenë është shumë i veçantë si edicion për mu, kam fillu për edicionit parë si juri e studentëve dhe me qenë vitin e 10 rresht, normalisht me pozicionet ndryshme, po gjithmonë duke edhe unë energjinë më të mirë dhe shpirtin literalisht për këtë festival, kështu që sot është veç për me shiju dhe me i falenderu gjithë ata që bojnë punën prej minimalistës dhe i maksimalen, deri te teatrët e ndryshëm që dhojnë shpirtin në skenë, kështu që sonte veç me u kënaq. Gjatë ceremonisë që u zhvillua në teatrin Faruk Begolli u kujtua edhe një herë vepra dhe kontributi i profesorit dhe aktorit të ndjer Enver Petrovci, duke ndëruar kështu figurën dhe trashëgiminë e tij artistike. Ceremonia vazhdoi me shpalljen e fituesve të edicionit të 10 të Prishtina International Theatre Festival. Çmimet e si vjet me undan. Best Director për shfaqjen The Fortress nga Italia. Best Actor për aktorën Biljana Dragičević Projkovska nga Maqedonia e Veriut për shfaqjen Chicken. Best Play për shfaqjen Chicken nga Maqedonia e Veriut. Best Supporting Role për aktorin Armen Zeqiri me shfaqjen Buongiorno nga Mali i Zi. Special Mention për shfaqjen Geren Snad nga Bosnia e Hercegovina. Çmimi i medias për shfaqjen nga Kosova dhe Canon of the Forum. Best Play Student's Choice për shfaqjen Buongiorno nga Mali i Zi.
Kam qenë pjesë e 2 shfaqeve dhe kom pri që ndonjënin prej çmimeve patjetër se do e marrim, po sot po dalim me 3 çmime, realisht për Best Supporting Role, për shfaqjen më të mirë të përzgjedhur nga juria e studentëve, edhe për shfaqjen më të mirë të përzgjedhur nga juria e mediave. Po ndina jashtëzakonisht i lumtur që puna jonë është vlerësu, të 2 këto shfaqje janë për projekte të organizatave që nuk përkrahen nga shteti, po që gjejnë financat e tyra për realizimin në shfaqjeve, qoftë edhe prej shtetit, por realisht nuk janë institucione shtetënore. Dhe kjo po më bën shumë të lumtur që këto organizata po arrin me depërtu drejt e publiku me punën e tyre dhe me shfaqjen e tyre. Po patjetër që po më gëzon edhe çmimi për Best Supporting Role. Kjo është pak më veçantë për mua, po patjetër po gëzohem edhe suksesit të shfaqjeve në total. Patjetër që secilin çmim që i shfitu i shkon si produktin si rezultatin i produktit që është bërë për një kohë shumë të shkurtë, edhe ekipa ka punu jashtëzakonisht shumë, kemi pas prova intensive, kështu që padyshim që është një kënaqësi shumë e madhe me fitu çmimin e mediave dhe media me na vlerësu neve, edhe pse deshta me thonë më herët po kanë shumë emocione në shfaqje kemi që i kritikojmë medium, po më mirë që e kanë marrë me shumë sportivitet edhe e kanë pa me një qasje ndryshe. Unë në fakt në maj të vitit 2016, para 10 viteve, u riktheva në Ulqin, Malzi, si regjisorja e parë femër shqiptare e teatrit. Jam shumë e nderuar që në këtë vit jubilar të Prishtina International Theater Festival, po kthehem kështu me çmimin e parë të teatrit për Ulqinin dhe jemi më se të nderuar, ku patjetër shkon falënderimi i veçantë për gjithë organizatorët, njëherët për besimin ambasadës Malit të Zi këtu në Prishtinë, zotëri Benar Çobaj, gjithë familjarëve tanë, gjithë atë që po besojnë në ëndrat tona, në qëllimet tona, dhe jam shumë e lumtur që kam një staf të mrekullueshëm, një ekip mrekullueshëm ku pata që nuk do të ishte mundur. Një natë finale kjo që vullosi suksesin e edicionit jubilar duke e shëndruar Prishtina International Theater Festival në një fest të vërtet të artit skenek dhe një ngjarje që tashmë ka fituar një vend të rëndësishëm në kalendarin kulturor.